Sa javë e sa muaj, sa vite kanë kaluar, që nga Shqipëria djali ish larguar. E la nënën duke qarë, i tha nën mos u mërzit, nën të premtoj, do të kthehen një ditë. Përcollën nëna djalin dhe i thot duke qarë, ru biri nënës dhe të vaftë mbar. Gjithë ditën punonte, gjithë natën nuk flinte, për nënën mendonte dhe gjumi nuk e zinte. Mes nata po vinte, gjumi nuk e zinte, zile telefoni, filloj po i binte. I zhytur mendime nga hallet e tia, tre thirrje të humbra i vin nga Shqipëria. Një lajm shumë të hidhur merr në errësirë, duke i treguar që nëna s'është mirë. Djali s'po duronte dhe mbeti pa fjalë, kur i than që nëna ndodhej në spital. Më nuk po duronte, vllai po i kërkonte që zërin e nënës në telefon t'ja dëgjonte. Po vllai hesht dhe më nuk i flet dhe nuk i tregon që nëna ka ndruje. Vendi s'po e mbante, lot s'po i pushonin, dora po i dridhej, mbylli telefonin, duke i lutur Zotit e duke i thënë, të lutem o Zot, mos më lër pa nënë. Të lutem o Zot, mos më lër pa nënë. Nise për Shqipi, por çfarë të shikonte, u mbriti në shtëpi, i trembur, i tronditur, i vuajtur, i lodhur. Çfarë keni që qani, më thoni çfarë ka ndodhur. Gjithë njerëzit e vet, rreth e rreth shikonte, po nëna ku është, vesh nëna mungonte. Jo s'është e vërtet, dhe nuk e besonte, që nëna kish vdekur dhe më nuk jetonte. Djali shkonte vari, nënën për t'shikuar, rreth e rreth me lule, me dhe e mbuluar. I afrohet afër dhe fillon e qanë, nën fol një fjalë, se pranteje jam, nën jam djali jot, dëgjoj zërin tim. Pse o Zot i madh, pse më le jetim, po nëna kish mbyll syt dhe më nuk dëgjon. Qa djali për nënën, tash më është shumë vonë. Nën fol një fjalë, se pranteje jam. Nën jam djali jot, dëgjoj zërin tim. Pse o Zot i madh, pse më le jetim.